Allahun e falenderojmë, prej tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje prej të ligave të shpirtit ton. A që Allahu subhanahu wa ta'ala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën të humbur nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes tij të pastërt, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre të cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Të nderuar vëllezër, kam vendosur inshallah taala sot më apo vetes një kujtim edhe juve për një begati të madhe, për një mirësi që Allah subhanahu wa taala na ka begatu me to. Besimtar të dashur, imani është burim i dinjitetit njerëzit. Dhe është dhurata më e madhe që Allah subhanahu wa taala ja ka bëu besimtarit. Dhurata më e madhe, nuk ka dhuratë më të madhe se Allahu që i ka dhuru besimtarit se imanin, besimin në Allah subhanahu wa taala. Me iman arrihet suksesi, fitohet siguria, realizohet lumturia reale të dashurit e mi është në iman, në besim. Unë kam vendosur sot t'ja kujtoj vetes edhe juve këtë begati të madhe, që nga njerë po më hin, kam një frikë në vete kam, tu i pa për rreth njerës që në rrethojnë, shpesher po ftutna që s'jem t'ja ditë shëshrin. S'pja din falenderimit Allah subhanahu wa ta'ala që ta ka mbush zemrën iman ty edhe mu. Allah te bareke wa ta'ala shqo që ka drejtu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Shqo që ka drejtu. Dhe gjeket ajet thot Allahu: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فد الله po kështu thot me urdhrin ton, ne të shpallem ty, ta shpallem ty shpirtin, e ka thënë Allahu Kur'anin shpirt, ta shpallem ty shpirtin. Ti nuk ke ditur se çka është libri e çka është imani. Që kjo është e poenta e ajetit krejt dashurit e mi. Shqoq që me dhëtë Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa ma kunte tedri mal kitabu wala al iman. Po ti s'ke ditë as çka ka libri as imani. Po ne thot Allahu te bareke wa taala, po ne atë Kur'anin ta bëjmë ty dritë me të cilën udhëzum dhe udhëzojmë thot në rrugën e drejtë atë që na e dëshirojmë. O i dashur jam, në këtë ajet Allahu po i fol krijesës më të dashur ti, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Po i thot, ti nuk ke ditë as çka është libri Kur'ani e as imani. Po ne ta bëm Kur'anin edhe ta bëm rrugën e drejtë ty nur të udhëzum. Begatia udhëzimit dashurit e mi. Begatia udhëzimit është begati që nuk paguhet me kurgjo. A din që Allahu subhanahu wa ta'ala, a din sa njerin në të kalumen e në tashmen që ndoshta kanë qenë njerëz shumë mendje ndritur, kanë qenë me autoritet shumë të madh, po imanin s'ja u ka jep. Nuk ja u ka jep imanin, besimin, ndërsa ty e mu Allahu të ka zgjedh dhe ta ka mbush zemrën iman me besu Allahun. Para mendo sa njeri sot beson, i beson lopes, ai tjetri beson gurit, ai tjetri beson njerit. E ka sot që i kanë bo dhe të thot, i kanë bo njerëzit për Zot i kanë marë. E Allahu te bareke wa ta'ala të ka udhëzu ty e mu, ta kanë mbush zemrën iman, ti lutesh Allahut, i bën sejdë Allahut, i nënshtrohesh Allahut, e falenderon Allahun. Këto janë begatit dashurit e mi. Udhëzimi është çmimi më i madh që i dhurohet njeriu në këtë botë, dashurit e mi. Për atë udhëzimi dashurit e mi është veçuri e Allahut te bareke wa taala. Mos kujto ti edhe une
se Allahu të ka udhëzu, të ka bo musliman, të ka bo me thonë la ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah, mos t'hin mendja se ti e i meqen, mos t'hin mendja ty se ti i përket një familje caktume, mos t'hin mendja ty se ti e rrit në një rreth që imani nuk t'ka gabu ty, jo, ka pas plot që kanë qenë të menqur e imani si ka godit, ka pas plot që kanë qenë të familjeve të mëdhaja, sa prej Mekasve, prej Kureshitve, familjarët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e kanë pa Rasulullahin sallallahu alaihi wasallam, e kanë pa tu ju zbrit Kur'an i shpallja edhe se kanë besu. Ebu Talibi, migja i ti që ka sakrifiku gjithë shka për ta, ama la ilaha illallah nuk ka thonë. Se ka mundësua Allahu me thonë la ilaha illallah, i cilin ato vitet e izolimit, kur janë izolu 3 vite, kanë hongër gjethe kanë hongër mës me durzu pejgamberi s.a.s. të armisht e ti. Vesh për me mbrojt, mba dhelik edhe pas kësaj, Allahu se u ka mundësu me thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Ndërsa ti e dhune, qëfar mundi ke boti për fjallën la ilaha illallah? Qka ke sakrifiku ti për fjallën la ilaha illallah që Allahu ta ka mundësu ty me thonë la ilaha illallah? Asgjo vallahi billahi, asti asone. Po Allahu ta ka mbush zemrën, ta ka mbush zemrën imon, edhe të ka bo me thonë la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. A e dini o vlazët të ndërum, o dashurit e mi, a e dini që Allahu te bareke wa taala ka ngrit tokë e qiell, ka kriju gjithë shka ka sheti me sy e dhune, i ka kriju për hir të fjalës la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. I ka kriju për me adhuru Allahu subhanahu wa taala. Udhëzimi dashurit e mi është begati që Allahu e begaton kondonaj. Kondon Allahu veç. Ka shku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në gonin e vdekjes, që ti që ka hongër gjethe për me mbrojt Rasulullahin, i ka thonë ja ammi kull la ilaha illallah. O mi gjem ka thonë, thuj bre la ilaha illallah, thuj nuk meriton të adhurohet askush me të drejt përveç Allahut, dhe se unë jam i dërgumi i ti. Nuk e tha dhe vdiq në mos besim, Allahu ja zbriti ajetin inneke la tehdi men ahbebt walakin Allah jehdi men jesha. Tha o Muhammed, ti nuk e udhëzën këndën ti, aja Allahu e udhëzën këndën. Allahu të ka zgjedh ty, të ka zgjedh ty mit dispejes me pas iman, ndërsa ndjatje mit dismekes ku imani ka zbrit, se ka bo me qenë musliman. Kjo begati. Ama udhëzimin duhet me kërku pe Allahut subhanahu wa ta'ala. Ka anë hadith kutsi. Hadithi kutsi, dashurit e mi, është kur edhe teksti, edhe kuptimi është pe anës Allahut subhanahu wa ta'ala. Dalimi mes hadithit edhe hadithit kutsi, hadithi kutsi është kur teksti edhe kuptimi o për anës Allahut, ndërsa hadithi, fjala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, teksti o prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kuptimi për anës Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është dallimi. Edhe ashtash për du me përmen një hadith kutsi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yurwi an rabbihi, transmeton për Zotit ti, që shka thot Allahu te bareke wa ta'ala, ja ibadi, o robrit e mi, o robrit e mi, kullukum dallun illa men hadejtu. Thot krejt jeni të humbur, krejt jeni të humbur, përveç se kanë unë e udhëzoj. Festehduni, ehdikum, kërkajni udhëzimin prej meje, unë kam i udhëzu. Pasha Allahun, kjo plot shpres. Shishe këtë ulemat kanë thonë, këtë kollije që këtë që o përmend, kullukum dallun, këtë gjithë përfshirje. Allahu thot, krejt jeni të humbur, krejt, përveç se kanë unë e kom udhëzu. E që këtë përveç se kanë e kom udhëzu, ti jo ai besimtar që sot ke ardhë me kry një urdhër të Zotit, një farz pe i farzeve ti me fal gjumon. Mos kujta dhe që në gjumon sot je ardhë, ti e maj mirin pej, e ata që jonë jashtë atje, jonë shumë të këqi.
Jo, ti thuj, elhamdulillah që jom arë në xhami, ja Rabbi hamdit takon ty, që ma ke bon nasib se kom mujtë më konë me ata atje. Sot në qytetin tonë, këtë moment kur na po flasim, me qindra e me mira, bashkëqytetarë tonë, ku me ditë 20 din që kanë të bo të asha. Ama ibadetsion të bo, këto sigur të ki. Ibadetin qëto momente, është në për xhamia. Për jashtim, ata që kanë arsyetime, që i ka arsyetu Allahu subhanahu wa taala, kanë njerëz që kanë arsye të caktuar me smuja e ku ta di une. Për atë dashurit e mi, begatia udhëzimit, begati që nuk paguhet me mallin e dynjos. Qyre Ibrahimi a.s. dashurit e mi, kur e morën, e torturun, e shajten, e morën e gjujten në flak, e ndezën një zjarë të madhe dhe hudhen të, mbas asaj çka tha Ibrahimi a.s. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. A Ibrahimi a.s. tha, unë përshkoj ku të më udhëzon, apo ku të më urdhëron Zoti im, e aj ka me më udhëzu mu. Aj ka me më udhëzu mu. Pasha Allahun dashurit e mi, kush e kërkon udhëzimin e Allahut, kush e kërkon udhëzimin e Allahut, aj ka me gjet. Ka me gjet udhëzimin e Allahut, te bareke wa taala. Është një mundësi e ardhë. Na kanë bet diku parafërsisht edhe një muj, edhe dit, ose 9 dit parafërsisht, me hinë mujnë e Ramazanit. Kisha pas dëshirë me adhuru një porosi, apo me lut vllon ton, dashurin ton, i cili do të thot udhëzimit s'po i rin gati. Imanit nuk po i rin gati. Ripërtrije imanin tënd me Allahun te bareke wa taala. E ke mundësinë e Ramazanit me fillu një faqe të re, një jetë të re me Allahun subhanahu wa taala. Je fal vetë gjumove, mirë ke bo, mirë po bën që po i fal gjumot, po nuk mjafton vetë gjumoja. Mos u mashtro, mos e le shejtanin me të mashtru me mendu që me një gjumo jetë të qitë ndrit diçka. A pet po thom, mirë je ka bën, vallahi billahi, kur kush mundet me thonë jetë u po keq. Ama Zoti nuk duhet më besu veç një herë një, më arë një përkull. Po Allah ka kërku pej neve 5 herën dite me qitë kytin sejzde. Ka arë një nomad, një arabi të pejgamberi s.a.s. edhe shqeqe biseden edhe me këto për mbylli hytben. Që të shërben kjo nxitje për ty që hala s'tu kam bush mendja me i fal 5 kohë namaz. Hala s'tu kam bush mendja. Ka ardhur ai arabeu i ka thonë, ja Muhammed, men alladhi rafa as-samawat. O Muhammed, kush e ka ngrit qiellin? Ka thonë Allahu. Men alladhi basata al-ard. Kush e ka drejtu thot tokën? Ka thonë Allahu. Men alladhi nasaba al-jibal. Ka thonë kush i ka ngul kodrat në tokë? Thot Allahu. Thot e Allahu arsala ilejna rasula. Allahu dhe të ka dërgu ty pejgamber të na. Tha po. Tha Allahu të ka urdhru ti neve me na urdhnu me 5 kohë namaz. Tha po. Allahu të ka urdhnu ty me na urdhnu me zeqat, me agjerim, me haqin, numëroj 5 shyllat islamit. Tha po. Tha vallahi, tha, as ko me shtu, as ko me paksu, krejt ko me i kryu dhe qua dhe u largu. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, il sadak dekhal el gjennet. Tha, nësoj sinqertë të sheka du ka me hin gjennet. A përdojnë me hin gjennet i dashur jam. Fale namazin. Wallahi billahi tallahi, ai që të thot që mundesh me hin gjennet pa namaz, une publikisht me thëmë. Deri që të moment, halati kun kuran se kun pas sunet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që thot që pa namaz me hin gjennet. Ti mundesh me qetë një hoqë që ka me ta po qefin, e ka me ta lyë, ka me ta ngjy, ma vallahi, kur ka me dal shpirti ke me e marrë vesh se ke bo gabim të madh si se fal. Fale namazin. Kraju Allahu te baraka wa taala. Bëje namazin, hape një faqe të re me Allahu subhanahu wa taala, se vallahi billahi begatia e islamit, begatia e imanit është begati që spaguhet me mallin e dunjas. Për fund e kanë pa një ditë për i ditëve
Një hoxh të madh e ka pas emnin Ejub Sekhtijani. Ka qenë pi ulemave të mëdhej të muslimanëve të parë të hershëm, e kanë pa hoxhën tukajt, po kanë hoxha. Ju ka afru xhamati, ka thonë hoxh, pse po kanë bre? Çka ka ndodhur? O tha po kaj, tha se Allahu subhanahu wa ta'ala tha 99 mëshira i kalon për në ahiret, për në botën tjetër. Një mëshirë në këtë dynja në ka dhurua, ajo është mëshira islamit, e ato ma ka jep mu Allahu, e po tut në ka thonë, po ma merë Allahu subhanahu wa ta'ala këtë begati. Dia begatis imanit, o i dashur jem, këto raqet e dynjas, pasha Allahu më kalojnë. Wallahi billahi, këshire, kretëve po na vdek dikush, dikuj i vdek nana, dikuj i vdek baba, dikuj i vdek vllau, dikuj shia, e kështu me radhë. E ki pa kur përshkojnë me i përcilë në vare? E ki pa ndonit varosum që ka marrë diçka me veti? Ndonit vdekur, e ki pa? A ki pa qefin pasha Allahun, mës ki pa qefin me gjepa? A ki pa ndonir qefin? S'ka gjepa. 2 me 2. O punësat dush, o flej ku dush, o shko ku dush, o haqka dush, o jeto ku dush. Inneke mejitun, wa innehum mejitun. I ka thonë Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, o Muhammed, ti do të vdesës dhe ata do të vdesin. Ama kur të vdes, ki me kuptu çka o duft me bo, e çka s'o duft me bo, po mos e le punën ndaj aty. Se e ke edhe këtë mundësinë të kon jetën e kësaj bote, Allahu dhe ka zbrit Kur'anin, e ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me na kallzu çka duhet me bo, e çka s'duhet me bo. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور